Me profesion është ekonomiste, por zemrën dhe shpirtin e saj e mbushin krijimet artistike. Donjeta Smaka është një grua kreative nga Peja, e cila me përkushtim dhe pasion krijon punime unike, artizanale. Me duart e saj, ajo realizon çanta të veçanta, të punuara me kujdes të madh, duke kombinuar ruaza, gur dekorativ dhe fije të ndryshme. Çdo krijim është unik dhe pasqyron dashurinë e saj për artin dhe detajin. Po në fillim ka një si hobi, kam pas shumë qef punën e dorës, si e vogël. Kam fillu disa punë të vogla, tani kam fillu spari të punoj për veten, punime të si kjo për shembull. Çanta e parë është kjo, cilën e kam punu, që është e punuar prej penit. Tani kam pa që edhe miqtë e mi kanë dëshirë të kenë diçka të veçantë, pastaj kam fillu edhe ta zgjeroj më shumë. Si fillim, shumë e vogël kam fillu këtë pasion që kam pas për çantat, edhe qysh e vogël kam realizu një çantë të punuar nga qeset me ngjyra, cilën e kam realizu jo vetëm, po me ndihmën e mamit. Edhe kur e kam realizuar çantë, jam ditë tepër e lumtur, që kam pas një çantë që kam punu vetë nga duart e mia dhe e kam përdor për vetë. Këtu jem punime me perla, një çantë e zezë, e cila mundet mu përdor edhe për evente, po mundet mu përdor edhe për ditëshmëri. Vajzat mundet të kombinoj me veshjet e tyre. Kjo është e punuar edhe kjo është e përditshme, ku mundet me xhinse, me një këmish, me një xhaket të kombinohet. Edhe ajo është e punim dore me pe, po që mundet mu përdor edhe në përditshmëri në rastet ndryshme. Çdo punim i saj merr jetë fal mbështetjes dhe frymëzimit që ajo gjen te familja. Të drejtën, frymëzohem shumë prej familjes ime. Familja ime është mbështetja ime më e madhe, të cilët më mbështetin shumë. Megjithatë, unë jam një nanë që kam 4 fëmijë dhe gjej kohë të punoj çanta të ndryshme. Dashuria për krijimin dhe vullneti i palëkundur e shtyej Donjetën të punoj pa e ndier lodhjen. Me thonë drejtën, është pak vështirë, po kur e don një zanat, kur e ki një zanat edhe e don shumë punën e dorës, atëherë gjen kohë dhe vullnet që të realizosh punimet. Po më varet prej çantës, detajeve, madhësisë. Një çantë me ruza për shembull si kjo, ose si kjo, merr kohë 1 ditë 2 për realizimin e saj, se çdo gjë bëhet me përkushtim të madh dhe me detajet e saj që i ka, kështu që ka ku merr pak. Punimet e mia mundohem mi realizu në mënyrë ma të veçantë, që janë pak ma veçume, ose mundohem me qenë ma kreative me ngjyrat, me dizajnin, me këtu, ndoshta e bojnë pak ma të veçantë produktet e mia që i punoj. Asnjë çantë nuk e tejkalon vlerën emocionale të shtratit që ajo thuri për djalin e saj. Unë kam edhe një punim të veçantë, është punimi krevati i bebës që e kam punu. I gjithja është pundore, cilën e kam punu me shumë dashuri për bebën time. Krevati është punë pak ma e veçantë edhe i duhet shumë kohë, i kushtohet shumë kohë, dhe një javë vyn kohë për realizimin e tij. Ajo tregon se si është të punosh me ruaza. Ruzat janë pak të ndjeshme, edhe dojnë koncentrim pak ma shumë, po unë mu pëlqen shumë puna me ruza edhe nuk e kam problem. Ama puna që ndjej ma kënaqësi, ma e veçantë, ma e butë, është puna edhe me pe. Realizimi i çantave ndryshme si ku kjo, që kam realizu me pe. Ndihem shumë mirë kur e punoj.
Këto janë. Po, këtu kam edhe një punim për gjithë ata që kanë mu feju, një tabak për unaza, të cilën mund ta përdorim për ndrimin e rrothëve. Ide ka ardhur nga fejesa e motrës ime, kur motra ime ka pas fejesën, unë ja kom realizu këtë punim ekstra për të, dhe kështu tani ka fillu edhe interesimi i vajzave tjera që ta marrin një punim të tillë për eventin e tyre më të rëndësishëm. Ajo shprehet se të qenurit grua artizanale në Kosovë ja vlen. Vlen, pse jo, një punë që është e veçantë, edhe vlerësohet nga shumë njerëz. Për mu është shumë mirë, pse jo, pse mos me punu, kush e ka pasion, edhe normal që shpërblehet. Nuk ka pas diçka që unë kur kom jap çmimet e mia, dikush ka thonë jo, është shumë shtrejt, se unë nuk kom punu çantat, po jo me ato çmime marramense, ose po për nivelin e Kosovës janë, do me thonë, që mundet çdo kush me ble një çantë të tillë, se nuk është shumë e kushtueshme. Por nuk vlerësohet për shembull çmimi, nuk e ka çmimin sa e ka kohën edhe. Donjeta ka një mesazh për të gjithë ata që duan t'i hyjnë kësaj rruge. Mesazhi im kish me qenë për çdo kush që ka një pasion për ndonjë punë artizanale, as çfarë do lloj pune, pse jo, pse mos ta njeh rrugtimin e tij, kur ndoshta pasioni do të kthehet edhe në sukses. Të ardhmen e shoh me punime tjera të ndryshme, me modele të reja, po ndoshta edhe me ndonjë dyqan ku mund t'i ekspozoj punimet e mia. Donjeta përmes krijimeve të saj ruan dhe promovon punën tradicionale të dorës, duke i dhënë asaj një frymë moderne.